Matit dhe realisht me rrugën e Arbërit, një lidhje shumë e shkurtër me Tiranën, me transformimet që po ndodhin në qytet dhe me gjithë këtë natyrë të jashtëzakonshme që ka përreth, nuk është as pak egzageruar të imagjinosh që jo në 50 vjet, po në 5 vjet, 6 vjet, kjo zonë do jetë një nga zonat më të kërkuara të kryeqytetit. Duket si fantazi, po s'është fare, nuk është fare. Realisht do t'ishte e pamundur ta imagjinonim një gjë të tillë me rrugën e deridjeshme, ku të thyeshin brinjët për të ardhur deri këtu, por sot është absolutisht normale ta mendosh, sepse faktikisht distanca është bërë thuajse e barabartë me Durrësin, kur ka trafik Durrësi, dhe Durrësi ka detin, kjo zonë ka malet dhe ka pyjet e mahnitshme. Kështu që unë ja u them miqve të mi nga Dibra, bleni çfarë mundeni sot, se nesër s'do bleni dot. Jam i bindur që tani ka filluar të ndjehen efektet në vlerën e apartamenteve, nuk kam pyet, po jam i bindur 100% që tani ka filluar të ndjehen efektet, edhe këtu edhe në Peshkopi.